Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani një banane çdo ditë. Sekretet që duhet t'i dini me patjetër. Nga pikpamja e vlerave ushqimore, ky frut është një burim i mirë i elementeve sikurse është potasiumi, magnezi dhe vitamina B6. Përbërësit që përdor organizmi janë për të mbrojtur dhe për ta mbajtur trupin në formë. Nga ana tjetër, jo të gjithë e dinë se banani është një frut i pasur me antioksidant, të cilët ndihmojnë organizmin ton nga veprimi i radikaleve të lira. Bananet ndihmojnë në forcimin e sistemit nervor, ndihmojnë humbjen e peshës dhe kontribuojnë në prodhimin e ruazave të bardha të gjakut, fal kontributit të vitaminës B6. Por jo vetëm kaq, ka akoma më shumë vlera nga ky frut. Mbi të gjitha, ky frut shton humorin e mirë. Një banane në madhësi mesatare rreth 126 gram përmban 450 mg potasium, 30 gram karbohidrate, 3 gram fibër, 19 gram sheqer dhe 1 gram protein. Ajo është një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë në rritjen e përqendrimit. Një studim i kryer në universitetet angleze ka përfshirë në studim 300 studentë, të cilët konsumonin banane në mënyrë të vazhdueshme, çka i ka ndihmuar ata të kenë një përqendrim më të mirë. Niveli i lartë i potasiumit ndihmoi studentët të studiojnë, të kenë kujtesë më të mirë dhe të kenë një përqendrim më të madh në klasë. Këtyre studentëve ju kërkuat që të hanin banane në mëngjes, në rast se mund të ketë edhe vakte të tjera. Banania është një burim shumë i mirë i vitaminës C, shumë e rëndësishme për imunitetin tuaj. Kur flasim për vitaminën C, menjëherë na vete në mendje fruti si portokalli dhe luleshtrydhet, por edhe bananet janë një burim i mirë i vitaminës C. Një banane përmban një dozë prej 15% të vitaminës C, vitaminë që lufton radikalet e lira dhe ndihmon në parandalimin e viruseve dhe ftohjes. Gjithashtu kontribuon në formimin e kolagjenit dhe ndihmon të mbash të shëndetshëm enët e gjakut. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë dhe një burim i lartë i energjive trupore. Bananet konsiderohen një nga ushqimet perfekte për sportistët. Një studim i kryer në State University ka evidentuar se ngrënia e gjysmë banane çdo 15 minuta përgjatë pedalimit ka të njëjtin burim energjie po aq sa të konsumosh një pije energjike. Bananet këshillohen të hahen në pjesën e ditës ushqimore, pasi furnizojnë muskujt me karbohidrate të domosdoshme për të ndihmuar antioksidantët që të ndihmojnë në shërimin më të shpejtë të trupit tuaj. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë kundër mbajtjes së ujërave të trupit. Bananet janë një aleat i mirë për mbajtjen e ujërave në trup dhe kundër fryrjeve. Sipas një studimi të fundit, gratë të cilët hanë të paktën 2 herë në ditë banane para vaktit të drekës ose darkës, brenda 60 ditëve arrin të reduktojnë ndjesinë e fryrjes së barkut me 50%. Kjo vlen për shkak se potasiumi i pranishëm në banane ndihmon të mos mbani lëngjet e tepërta në organizëm. Parandalon goditjet. Ta hash një banane në mënyrë të vazhdueshme ndihmon në reduktimin e rrezikut të goditjeve në tru dhe në menopauzë. Këtë e tregon studimi i kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranë Universitetit Albert Einstein në New York dhe publikuar në revistën mjekësore të Shoqatës Amerikane të Zemrës. Për 11 vite, 90.000 gra në menopauzë në moshën 50 deri në 79 vjeç. Gjatë kësaj kohe, këto gra nuk kanë marrë suplemente potasiumi, por kanë përtithur këtë përbërës vetëm përmes ushqimeve të freskëta. Për dieni, edhe ushqimet të tjera janë të pasur me sasi të madhe të potasiumit, sikurse janë fasulet e bardha, spinaqi, patatet, kungujt, kajsit e thata, rrushi dhe bajamet. Bananet janë një zgjidhje gjithashtu shumë e mirë për shëndetin tuaj të syve dhe mund të konsumohen vazhdimisht në vaktet tuaja ushqyese, duke ditur kështu edhe rëndësinë që ato ofrojnë. Përfshirja vazhdimisht e këtij fruti në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për shikimin tuaj. Edhe bananet, sikurse dhe karrotat, luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e shikimit. Në fakt, bananet përmbajnë vitaminën A, një substancë esenciale për të mbrojtur syt, për të mbrojtur nivelin e shikimit për së largu dhe për së afërmi. Vitamina A ndihmon në mbrojtjen e membranave të syrit dhe të korneas. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë në forcimin e kockave. Banania është jo vetëm një burim i mirë i kalciumit, por rezulton gjithashtu se shërben për të mbajtur kockat tuaja më të forta.
Sipas një studimi të publikuar në Journal of Psychology and Biochemistry, bananet përmbajnë substanca që ndihmojnë me tredjen, ndihmojnë në kapacitetin e organizmit për të përthithur më shumë kalcium. Ato rrisin humorin. Bananet mund të jenë të domosdoshme për të gjetur humorin më të mirë dhe për të reduktuar stresin. Falë përmbajtjes së tripofanit, një aminoacid të cilit trupi e kthen në serotonin, një neurotransmetues që ju ndihmon të përmirësoni gjendjen e shpirtit, sipas Laura Flores, nutricioniste në San Diego. Përveç vitaminës B6 të pranishme në banane ndihmojnë gjithashtu për të fjetur më mirë, falë edhe magnezit të pranishëm që ndihmon në qetësimin e muskujve. Ato djegin kalorit. Një minjer vlerash ushqimore, ky frut përmban mesatarisht 12 mg kolin, një substancë organike klasifikuar si lëndë ushqyese thelbësore për një gjendje për të përshpejtuar procesin e lipolizës, që është një proces i degradimit të lipideve. Me pak fjalë, pra, ky komponent mund të veprojë si një djegës i yndyrnave. Ushqimet e tjera që përmbajnë sasi të madhe të kësaj substance janë soja, gjeli i detit, mishi i viçit, majaja e birrës dhe e verdha e vezës. Bananet japin ndjesinë e ngopjes. Një banane në madhësi të mesme përmban 110 kalori dhe siguron 30 gram të karbohidrateve, 3 gram fibër. Bananet përmbajnë fibra vegjitale të veçanta të cilat ndihmojnë të mbanin ndjesinë e ngopjes sa më gjatë. Duke ngrënë një banane në ditë, largoni rrezikun e shkuarjes drejt ushqimeve të konservuara. Bananet janë gjithashtu shumë të rëndësishme për sportistët dhe këshillohet që të hahen ato vazhdimisht para dhe pas tërvitjes, për të rritur kështu një performancë më të mirë të organizmit tuaj. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Ato përmbajnë vlera të larta ushqyese dhe gjithashtu ofrojnë një ndjesi më të mirë të ngopjes. Një banane e madhësive të mesme përmban 110 kalori dhe siguron 30 gram karbohidrate, 3 gram fibër dhe gjithashtu janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Konsumi i bananeve mund të përmirësojë shëndetin tuaj dhe t'i ofrojë trupit shumë vlera. Bananet përmbajnë 3 lloje të sheqernave natyror, sukrozë, fruktozë dhe glukozë, të cilat të kombinuara me fibrat ofrojnë shumë vlera. Banania është në gjendje të prodhojë më shumë energji më shpejt për organizmin dhe por llogaritet se 2 banane do të mjaftojnë për të kryer 90 minuta stërvitje të forta. Banania bën pjesë në të gjitha reputacionet ushqimore për atletët profesionistë. Për energji, gjithashtu që është jo e vetmja vlerë e saj. Ajo është në gjendje të ndikojë pozitivisht edhe në shumë patologji dhe përgjithsisht në kondicionimin e organizmit, vlera këto që e bëjnë atë të jetë një frut i domosdoshëm në dietën e përditshme për çdo njeri. Banania është në gjendje të përmirësojë gjendjen e depresionit, kjo për shkak të përmbajtjes të elementëve tripofan, një lloj proteine e cila në organizëm shndrohet në serotonin. Hormoni relakson edhe gjendjen më së miri të organizmit. Falë përmbajtjes së lartë të hekurit, banania favorizon prodhimin e hemoglobinës duke ndihmuar në luftimin e anemisë. E pasur me kalium dhe e varfër në natrium, ajo është një ushqim ideal për të gjitha rastet e presionit të lartë të gjakut. Përqindja e lartë e fibrave e bën atë edhe një rast që gjithë njerëzit me indeks të kenë edhe një zgjidhje te kjo produkt. Kjo përzierje e bananes me qumësht është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë dhe rekomandohet edhe kundër intoksifikimeve të lehta. Banania është natyralisht një ushqim me vlera antiacide natyrale, kështu që ajo mund të përdoret për të gjitha rastet që keni edhe shqetësime të tilla. Në sajt e përmbajtjes së lartë të vitaminës B, bananet ndihmojnë në përmirësimin e sistemit nervor. Bananet përdoren për të gjithë personat me çrregullime intestinale. Për shkak të butësisë së saj, por edhe vlerat antiacide, ajo shmang irritimet e indeve të aparatit tretës. Është vënë re se banania është në gjendje të ulë temperaturën e lartë të trupit dhe gjithashtu të shfrytëzojë një përfitim më të mirë ushqyes për organizmin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.